Ajo ishte një personazh mjaft simpatik në edicionin e fundit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Po flasim për Loredana Bratin. Qëndrimi i saj deri në finale bëri që të rrëmbente zemrat e publikut, por dhe që dikush t'ia rrëmbente zemrën asaj. Për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ajo krijoi një raport romance me Joz Markun, që me sa duket sapo ka përfunduar spektakli ka marrë fund. Së fundmi, Loredana Brati ka marrë rrugën drejt veriut të Shqipërisë. Teksa po përflitet shumë raporti i saj me Jozin, i cili jashtë nuk po kalon në ditët më të mira, ajo po shijon një ditë të bukur me një tjetër ish banor. Nga Bajram Curri, ajo është faqur krah Xhenit, me të cilin kishte një miqësi shumë të mirë brenda shtëpisë. Kujtojmë se në një emision Loredana pranoi se në shtëpi dhe pas daljes po kalon një periudhë emocionalisht të ngarkuar, për të cilën do të flas kur të jetë koha e duhur. Bobat e Çoles në Bajram Curr ishte përshkrimi i fotos, i cili ishte publikuar nga Xheni.